me paskon që let me identifiku veç me nota, me thonë hajde një krej kush e ka 5 s'kishim ekzistu heqa, s'kishim fol në të dyja të sot. Për shkak se shumë shpesh që ta persona jo do e mos e kanë qatë profilin nxënësit mirë me krejt 5 ose nxënësit që është shumë aktive të tjera. Ideja është me u mundu mi gjetë me metoda tjera, sikur me teste standardet inteligjencës, edhe me depërtu dhe mi gjetë edhe që ata që janë të mshehun ose që janë thjesht mërzitur në shkollë, nuk ju duket shkolla interesant, e kanë krejt një afinitet tjetër, i pëlqen arti, i pëlqen sporti e të tjera, ama me kuptu që e ka inteligjencën e jashtëzakonshme edhe mandej me shty përpara në cilin do drejtim që dan. Do më thonë, përmes këtij testi, kanë mundësi me e zbulu se për çka e kanë aftësinë ose inteligjencën pak më të madhe. Jo vetëm që kanë inteligjencë të përgjithshme më të jashtëzakonshme, po dhe në cilën prej lamive, a? Po, kur i gjejmë pastaj çat grupin që na punojmë me ta, na ofrojmë edhe shërbime të këshillimit të orientim karrierë, këshillimit psikologjik, e në ndër të tjera që aty e kuptojnë edhe për çka janë të orientuar. A kushton kjo? Jo, është krejt falas. Krejt falas. Yes. Wow, tepër mirë. Çka ndodh pasi që për shembull zgjedhet një nxënës që është me inteligjencë të jashtëzakonshme? Çka bën instituti aton? Po. Mas pari e fiton epitetin atomist, pra i kanë aq tash 400 disa atomista për 15 vjet, se janë shumë troll mi gjet, pra në një mi veta veç një është qase, janë goxha troll dhe na vjen goxha punë me gjet, edhe mandej masi që ti identifikojmë, ideja është me ju ofru shërbime dhe aktivitete që ata me mriqat potencialin e tyre. Supozoj je nxënës në klasën e 10 apo je regjistruar në një shkollë, na çka kemi me bëu është kemi me të ofru krejt çka ti ke nevojë që prej hapit ku je çat moment me pasunu eksperiencën tënde, edhe shkollore po edhe matutje. Je interesuar me ndjek në një kurs të avancuar në X fushën, ato mi ofron kurse të avancuara. Ki vështirësi me zgjedh profesionin tonë të ardhshëm, na ofrojmë këshillim për orientim karrierë, po don mu përgatit me studiu në Amerikë ose në Evropë, na ofrojmë edhe përgatitje për TOEFL edhe për SAT, edhe ki probleme ndoshta me u mirë adaptu, me funksionu në shoqërinë tonë, ofrojmë këshillim psikologjik, kena literaturë të bollshme të avancuar për kurreshtarë që kanë dëshirë me lexu edhe me u avancu matutje, edhe plus mentorim peer to peer, po edhe prej profesionistëve të fushave,